që është me rëndësi, është një bedesim, edhe pse unë jam shumë falënderues edhe ne si kombëtare, si federat jemi shumë falënderues në kontributin e gjithë tyre lojtarëve që kanë dhënë po japin, por është një lloj bese tek ta që diçka duhet me bo ne si gjenerat. Është një vendim edhe i futbollistëve që të shfrytëzojnë ato 3-4 vite, ose nga se kemi nuk është moshe e shtyme, nuk është moshe e shtyme as e këtyre lojtarëve që i kemi më në moshë. Por sikur është gërshetu përvoja me rinin. Ka ashtu. Edhe tash me deshta moshtri edhe në fillim kur thash për Muriqin, për Amirin e për pjesën tjetër. Amiri 30 vjet, 31 vjet, 30 vjet Muriqi, domethënë është mosha ideale, nga se kjo ti e shfrytëzon tash edhe përvojën, edhe eksperiencën, tu i pas edhe ata futbollistë të ri. Më duke shumë i bindur që do të ketë sukses. Se po më jap këtë bindje se do të ketë sukses të ardhmen. Kush? Në një kualifikim kombëtar, në një kualifikim. Do të ketë? Po, do të ketë. Po Lurik, nëse i shohmi kualitetet e këtyre futbollistëve, përvojën e këtyre futbollistëve, edhe kur e shohmi ngritjen si skuadër, ta mora shembull lojën me Islandën në atë kohë dhe tash, kush ka qenë Islanda, kush kemi qenë ne, edhe ajo rritja që u bo, atër pse të mos shpresojmë. Po them për 2027 për kampionat evropian. Dhe kjo liga bëhet në shërbej që të rritemi sa më shpejt, sa më shumë, të kalitemi me kundërshtar të fortë edhe kualifikimet të kemi ose më të lehta, po të kemi një rrugë më të lehtë. Po, okej. E kemi edhe pak për grupin B, po du me folë për kualifikimet për botëror, jemi së bashku me Zvicrën, Suedin edhe Slovenin. So kemi gjasa që kemi dhe një sukses në këto kualifikime që nisin në shtator? Do të futemi me gjithë potencialin, me gjithë energjin. Është një grup shumë i balansun, një grup shumë i vështirë, nëse mund të shprehim kështu, një grup jo dhe i pakalueshëm, po shumë i vështirë. Një grup që mundesh me bo shumë, po mundesh mos e bo asgjë. Të thot, nuk di, janë 6 lojë, e dim kundërshtari çfarë është Zvicra, çfarë është Suedia, çfarë është Slovenia. Kemi pa edhe performancën e tyre në kampionat evropian. Unë e kam thonë një herë tjetër mundemi me marrë shumë pikë, po mundemi me metë edhe me 1 pikë. Por nuk e quajmë dështim këto. Do të thotë çka do të ndodh. Nuk mund të quhet dështim një grup çfarë është. Ne ato ëndrrën do ta ndjekim edhe në këto kualifikime. Lorik mund të më ndodhë gjithçka. Do thotë ne kemi luajtur 2 herë me Zvicrën. Kemi marrë 2 barazime. Suedia po na kanë poshtë, Slovenia do të thotë e kemi një përvojë nga se jemi ballafaqur edhe me këto skuadra. Po nuk jemi ajo skuadër që kemi qenë para 3-4 viteve. Tash zhvillimi ka ardhur ma shumë. Kështu që nuk dihet. Do t'im me gjithë potencialin që e kemi, me gjithë energjinë që kemi, edhe nëse jemi komplet, mundemi me bëjë gjithçka. Okej. Muki, po flasim pak edhe për nivelin e futbollit kosovar dhe Superligën e Kosovës. Mi më parë se me dalë tek ajo temë,